Me rastin e 20 vjetorit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ky institucion edhe këtë vit, për të 16 herë me radhë, organizoi ngjarjen prestigjioze Top 100, ku në qendër vendosen kompanitë më të suksesshme dhe vlerësohen arritjet e tyre gjatë vitit. Ngjarja mlodhi bashkë përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore, politikan, biznismen, investitor dhe figura të rëndësishme të ekonomisë vendore, të cilët me praninë e tyre theksuan rëndësinë e këtij jubileu. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Nuhi Aliu, në fjalimin e tij, u shpreh se gjatë vitit 2024 qarkullimi vjetor i kompanive anëtare ka arritur shifrën mbreslënëse prej 1.7 miliard euro, duke dëshmuar rritjen dhe fuqinë e biznesit. Kjo shifër e jashtëzakonshme tregon rritje prej 178% krahasuar me vitin 2015 dhe rritje prej 85% krahasuar me vitin 2020. Gjithashtu, neto fitimi kumulativ për vitin 2024 ka arrit vlerën prej 135.4 milion euro, shifër që shënon rekordin më të lartë në 10 vjetët e fundit. Të pranishmëve ju drejtua me një fjalim edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili theksoi se qeveria dhe komuniteti i biznesit duhet të qëndrojnë në të njëjtën anë. Unë jam i bindur se të ardhmen në shkruajmë së bashku, qeveria dhe biznesmenët patjetër duhet të jenë në të njëjtën anë, në anën e rritjes të zhvillimit ekonomik, në stabilizimin e vendeve të reja të punës, në investime për krijimin e një jete më të mirë për të gjithë njerëzit, tha kryeministri Mickoski. Në këtë 20 vjetor, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore riafirmoi se mbetet institucioni ku biznesi gjen përfaqësim real dhe partneritet afatgjat, duke dëshmuar që vetëm me rezultate konkrete, transparencë dhe vlerësim për më të mirët tanë mund të avancojmë ekonominë tonë. Në këtë event u përzgjodhen dhe 5 kompanitë më të mëdha të vitit 2024. Në vendin e parë u rëndit kompania Dauti Commerce, në vendin e dytë Pofix, në të tretin Neptun, në të katërtin Kiper, ndërsa vendin e pestë e zuri kompania Adrius.